Edicioni i 5 i Big Brother VIP Albania po afrohet me hapa të shpejt, dhe këtë sezon pritet të jetë më dramatik dhe i komentueshëm se kur më parë. Siç e kemi lajmëruar në krye të herës, nisja pritet të jetë më 20 dhjetor 2025 dhe përgatitjet kanë hyrë në fazën finale. Ky sezon shfaq ndryshime të rëndësishme në strukturën e opinionistëve dhe përzgjedhjen e banorëve, duke rritur pritshmërinë e publikut dhe interesin mediatik. Surpriza më e madhe është Monika Kryemadhi, e cila pritet të jetë një nga opinionistët e sezonit. Ajo do të marrë përsipër analizimin dhe komentimin e ngjarjeve që ndodhin brenda shtëpisë, duke marrë pjesë në diskutime dhe debate mbi vendimet, lëvizjet dhe sjelljet e banorëve. Bashkë me të, në rolin e opinionistit do të jetë Arber Hajdari, i cili do të kontribuojë në analizat e ngjarjeve dhe do të bashkëpunojë me Kryemadhin për të dhënë perspektiva mbi lojën brenda shtëpisë. Ky kombinim pritet të sjellë një dimension të ri në komentimin e sezonit dhe mund të ndikojë në mënyrën se si interpretohen ngjarjet nga publiku. Mes banorëve do të jenë edhe këngëtarët Rovena Dilo dhe Stine. Detajet të tjera mbi pjesëmarrësit nuk janë bërë publike, por pritet që dinamika mes tyre të jetë një nga elementet kryesor të sezonit. Publiku do të ndjek me vëmendje se si do të ndërveprojnë banorët me njëri tjetrin dhe me opinionistët gjatë ngjarjeve të përditshme dhe detyrave që do të zhvillohen brenda shtëpisë.